Investimi i kompanisë Shahterm vetëm në fazën e parë ka vlerën prej 25 milion euro me 200 vende të reja pune. Kryeministri Christian Mickoski sqaroi se plani është që investimi të arrijë 50 milion euro dhe numri i punësuarve të jetë mbi 500. Ky është projekt që jo vetëm e zhvillon ekonominë, por edhe konfirmon stabilitetin dhe përparimin e vendit ton, duke kontribuar në forcimin e industrisë dhe eksportit të Maqedonisë. Treguesit e fundit ekonomik janë inkurajues. Prodhimi industrial në mars të vitit 2025 është rritur për 5.2% në nivel vjetor, krahasuar me marsin e vitit të 2024. Investimet e huaja direkte për vitin 2024 arritën në 1.255 miliard euro, duke e bërë Maqedoninë vendin me numrin më të madh të investimeve të huaja për kokë banore në Europë. Mickoski ka thënë se inflacioni në muajin mars është 9.3%, konkretisht 2.7%, ndërsa në prill është 2.6% në nivel vjetar. Sipas tij, pagat rriten nga 9 deri në 10% në vit, që është një shenjë se po luftojmë kundër varfërisë dhe jemi për rritjen e standardit jetësor qytetarëve. Dhe mund të përfundoj se me gjithë këta tregues ekonomik, Maqedonia është në rrugë të mirë për qendër ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë, ka deklaruar Mickoski.